Kryeministri Edi Rama zhvilloi sot bashkëbisedimin e radhës me ndjekësit në rrjetet sociale. Rama bëri me dije se më 15 maj në Tiranë do të vinë liderët e vendeve të Bashkimit Evropian për një darkë me të dhe më 16 maj do të mbahet samiti i madh i NATO-s ku vinë edhe liderët e 46 vendeve të botës dhe Shqipëria bëhet qendra e globit. Gjithashtu ai tha se edhe Parlamenti Evropian do hap një zyrë në Tiranë, si një zhvillim gjeopolitik shumë i mirë në dritaren e hapur për antarësim, por edhe ironizoi opozitën duke thënë se si ka mundësi që Sorosi ka hapur zyrë në Shqipëri. Parlamenti Evropian po hap zyrën e tij në Shqipëri, si ka mundësi Sorosi në Parlamentin Evropian që vepron si diversant. Parlamenti Evropian me hapjen e zyrës në Shqipëri konfirmon një strategji më të gjerë Bashkimit Evropian dhe nga ana tjetër përcakton pa diskutim Shqipërinë si një pikë referimi në Parlamentin Evropian dhe që së shpejti do të jetë antar i Parlamentit Evropian. Bashkimi Evropian po hap disa zyra dhe Shqipëria bëhet vendi mikpritës si zyrës së Parlamentit Evropian në Tiranë. Një tjetër zyrë do hapet dhe në Moldavi, në kufi me Rusinë. Ky është momenti i jashtëzakonshëm për pozicionin tonë ndërkombëtar. Kemi filluar edhe përgatitjen për samitin e madh në Shqipëri të 16 majit dhe të gjithë liderët e Bashkimit Evropian kanë vendosur të vinë më 15 maj për një darkë pune këtu me mua dhe liderët e tjerë të Ballkanit Perëndimor. Pra më 15 maj do të mirëpresim të gjithë liderët e BE-s dhe më 16 maj do të vinë 46 liderët e botës nga Ankaraja, Oslo, Yerevan, Baku, Kiev, Tbilisi përveç Rusisë e padyshim gjithë të tjerët që janë pjesë e Bashkimit Evropian. Kjo është Shqipëria sot, me thot Rama.